Mirëmbrëma, kryeministër, vjen keq që unë nuk muj mu sill sikur nuk ka ndodh asgjë, edhe m'ja u bë edhe unë një pyetje ju me vazhdu me bë propagandë. Ndërkohë që dje në Tiranë janë dhunu e janë arrestu, janë ndalu 10 aktivist qytetare, artist, edhe nuk mundem pa ju thonë që veprimi ju i dje ka qenë si që keni kategorizu ju në 2010-ën, veprimet e njerëzve të ngjajshme, pra talibaneske. Dje, ju që ka keni bo që në 4 të mëngjesit në Shqipni, ka qenë terrorizuse. Jo veç për shqiptarët në Shqipni, po edhe në Kosovë. Ta me thonë, nuk mundet me besu kërkush që krejt këtë terrorizim që i keni bo që 2 dit, a i keni bo për arsye estetike. Dhe nuk e di si dëni me i bindë mo njerëzit që prap aktive primi terrorizus nuk qëndron ajo që thatë ma herët zhvillimi i pjesës mrapa teatrit që në fakt kërkohet prej oligarkëve që tash gjithë mendojnë se qëndrojnë me të vërtet prapa jush, dhe që ju nuk qeverisni fare me Shqipnin. Vjen keq. Jo, ju mos vi keq fare se i e ky që i e, kështu që s'ke qa bërë. Po, falë të të bërë një pyetje. Ti thua kështu mendoj të gjithë. Ku e di ti si më të gjithë? Ku e di ti dhe si kam si që ti nga Prishtina... Sot protestun me mira për dallim prej dje dhe besoj që ditën e vazhdim kanë ju përgjigje dhe kanë mja u tregu njerëzit vërtetën. Si që kanë tregu studentët vitin e kalum. Më falë të mbarë, më falë. Për qa ke artë? Ke artë të bësh konfrontim me mua? Jo, nuk kom ardhë me bo konfrontim, po s'do t'jem pjesën i taveline ku ju bëm pyetje juve për me bo propagandë. Edhe njerë tjetër, nëse ty faktet të duken propagandë, kjo është problemi jotë. Dhe nëse ty akuzat, shpifjet dhe fabrikimet e nxitura nga njerëz si ti, që unë nuk njoh fare, por ose përmes njerëzve të ti, se ti mund të jesh dhe vegël që ke ardhur aty për të bësh punën e tjerëve. Jo, vegël e oligarkëve je ti. Unë nuk jam vegël, unë jam aktivist. Më falë të mbaroj. Oste, unë me më fyë që shemë suti me i fyë njerëzit në Shqipni. Jo, fyrin ma bën ti mua. Këtu jena në Kosovë. Mos më ndëprit. Fyrin ma bën ti mua. Sepse ti nuk ke drejt të më thuash mua që unë po gjenje kam këtu, ndërkohë që ti po thua këtë vërtet. Ata oligarkët mbajni për vete. Ti, ju dhe të gjithë ju bashk që e keni menduar dhe mendoni politikën si një mënyrë për të ngritur duke anatemuar dhe duke masakruar tjetër. Se nuk e di aktivisti kujti e ti. Kjo është eksaktësisht çka bën ju. Falë. I masakroni njerëzit, mediat, me mënyrën që shfolni, vazhdimisht. Po me mu s'mundeni, vazhdo. Faleminderit që po më jep fjalën zotnia juaj, që del këtu në emër të lirisë, edhe i vetmi që s'mle me fol, ndërkohë që po i dëgjoj të tjerët, edhe po flas vetë. Dhe atë dorën ashtu, me atë dorezën e zezë, që nuk e di për çfarë e ke marrë aty në studio. Vazhdo. Do shta për të mbrojt nga Berati, mos ma tundë, sepse as ignoranca nuk është argument, as shpifjet nuk janë fakte, as fyret nuk janë projekte, dhe aq më pak pastaj të thuash që doli populli aty, dhe është i gjithë populli që është me ty aty, edhe me këtë ka qutë në studio, nuk do të thot fare që aty është populli. Tani, zotnia jote që flet për dhunë, çfarë dhunë e ke parë ti vetë? Çfarë dhunë e ke parë në zbrazjen e teatrit? Dhe si mendon ti se mund zbrazet një institucion i zaptuar prej 2 vitesh e gjysmë nga policia e shtetit me buzëqeshje apo me përqafime? Natyrisht që kur zbrazet... I zaptuar për komunitetit që i shërben. Ka pas dhunë, zoti Rama, zoti kryeministër, ndaj protestuesve, ndaj gazetarëve, shumë incidente. Kemi parë edhe në video, kolegë gazetarë cilët janë rapra, janë ngresë varë në përsheshin e Tiranës. Absolutisht, të gjitha ato që ju keni parë, si që kam parë dhe unë, nuk hynë fare në kornizën e dhunës, po hynë në punën e policisë shtetit. Urdhoni, ja shfaqet tu. Çfarë mendoni ju duhet bëj policia kur ata shkojnë atje dhe tërheqin zvar një pengesë atje, një kangjëll atje?
Çfarë duhet bëj policia kur i thot zaptuesve të një institucioni, ju lutem duhet dilni dhe ata nuk dalin. Po këtu, çfarë duhet bëj policia sipas jush dhe çfarë po bën? E çfarë duhet me bëj qytetarët kur ju grabitet prona publike, kryeministër? Grabitjen, shiko, e di si është puna, Kanti thoshte kur dikush të akuzon për diçka që nuk e ke bërë dhe s'ka asnjë fakt, ose e ka bërë vet, ose është në gjendje ta bëj vet. Ti nuk e di çka ke bërë. Unë nuk kam shpinë Surrel, as fare, unë jam një aktivist në Kosovë, krejtë më njojnë. Çfarë është Surreli, Miami Beach? E di ku bie Surreli, mos e di gjë në Miami Jo, Surreli. veç e di që e shtëpia juaj do është mjaft luksoze. Po ti shtëpinë time nga e di luksin e Po shtëpisë ja, time? po ta shoh, e kom pa edhe hera tjera. Çfarë shikon ti për shkakun kur shef shtëpinë time? Ti kur ke ardhur në Shqipëri, ke parë që janë gjysmë milioni shtëpia me 2 e me 3 kate në Shqipëri, apo ta ka treguar Baca Sali ty që janë gjysmë milioni shqiptarë që kanë ndërtuar shtëpi dhe pse unë nuk pas kam... Baca Sali është shkaktar që ju jeni kryeministë, se po të kishtë qenë opozita ma e mirë, ju s'kishit qenë. Po, okej. Qa në bu fatkecia e shqiptarëve që du të mju duru juve dhe opozitën mjerane? Pa tjetër, dhe fatkeqësia më e madhe shqiptarëve që nuk ka një si ty që ta drejtoj në drejtimin e duhur, por ja që shqiptarët kështu kanë zgjedhur. Zoti kryeministër, janë më të mençur se ty dhe se ata që të kanë çuar ty aty për të bërë këtë shfaqje banale të një njeriu të Shfaqjen paditur. ke të e botë, po stelash. Të një njeriu të paditur që pa dijen e ke në çehre, të një njeriu që akuzon në mënyrë banale. Më tregon mua shtëpinë ti në Surrel. Surreli është një katund nga shumë katundet e këtij vendi dhe po të vish ti këtu do shikosh që rreth e rrotull meje ka shtëpi 2, 3 e 4 katëshe private të njerëzve të zakonshëm që s'merren as me politikë as me gjë. Ndërkohë që shtëpia ime që ty të duk ka shumë luksoze, ndërkohë që Saliu ti duket bunker, duhet ta ndani me Saliun. O është shumë luksoze, o është bunker, se bunker luksos nuk ka. Ndërkohë që luks me bunker nuk ka. Kështu që shtëpia ime është një shtëpi që është e imja, patjetër, që do të thotë që nuk mund të jetë si shtëpia jote apo si shumë shtëpi tjera, se unë ky jam. Jam i çik ndryshe nga ju. Kam shtëpi fare. Jo, nga i pamja e formës po flas. Pra, ajo që ju duket bunker, për mua është shtëpi dhe Zoti Rama ka kaluar të çështjet fakt politike, tek raportet me vetëvendosje. Se është bërë mod këtu. Dalin lloj-lloj personazhesh dhe flasin në emër të popullit, flasin në emër të shoqërisë civile, flasin në emër të aktivistëve, pa edukat, pa fakte, pa asnjë sistem. Pa edukat se ti nuk ka kërkun në hapësirat shqipfolse. Së më më qujtaj mu pa edukat, ku pi do këtë vetja që është? Jo, unë së të njofë. Mënyra jo dhe të folurit nuk ka pikën e edukatës. Sepse ti merë fjallën, akuzon, shpif, flet për grabitje, po ku ti flet për grabitje? Di që do të thotë i thua shtetit grabitjes apo jo? Mi avon midis qendrës privatëve hapësirën publike, që kushton qindra miliona, nuk ka kur gjë tjetër vetë se grabitje e pronës publike. Ja dhe një broshkull tjetër e njeriu të paditur dhe të pa edukuar. E para punës njerë, fakti që ti je i paditur nuk është argument. Dhe sepse kanë thënë latinën, ignorantia non est argumentum. Dhe fakti që ti dhe disa si ti flisni sikur jeni protektorët e publikës, dhe ndërkohë vetëm shqip... Jemi aktivist qytetar, nuk besoj që flet na i kush si protektori publikës, po ju ngatroni konceptet. Po nuk e kalu tek çështjet tjera, zoti kryeministër. Ti bën një akuzë, thua i ke dhënë privatëve tokën mes Tiranës kushton 100 milion. Na e konfirmu të zotni. Ju këtu na e konfirmu. Dakor, ka mundësi ta nxjerrësh një fakt këtu se kur i thua tjetrit, për një kryeministri, i ke dhënë tokën private, publike, privatëve, që kushton 100 milion, duhet ta provosh me fakte. Unë ju pyeta juve, po ju nuk jeni në gjendje mu përgjigj pa fye, pa ofendu. Unë ju pyeta kush ju beson juve që në fakt prapa krejt kësaj maskarade që e bën dje, nuk qëndron ajo që thot më herët zhvillimi i pjesës prapa teatrit. Kush ju beson juve? Ti ke dalë tu se ke merak se mua nuk më besojnë. Jo, unë jam aktivist edhe po i mbështes bashkaktivistat e mi në Tiranë. Ti mbështeti... Ju dhe regjimi juj po i dhunoni, ministri juj. Ti mbështeti se mendjen e atyre ke dhe jeni të gjithë bashkë në këtë çorp që keni gatuar. Na jemi krejt krenar. Ju jeni të gjithë bashkë në këtë çorp që keni gatuar, ju nuk keni
lidhje me teatr, se ti dukesh që nga Tirana deri në Prishtinë, që nga Surreli, dukesh që s'ke shku në teatr ndonjëherë, dhe ti nuk e di fare se ku bie teatri nga pikpamja e aktivitetit teatror, dhe ty për teatrin të dhimbset, aq sa çat the mund ty tani, mund t'i dhimbset dikujt që jeton në Antarktidë, se çfarë po ndodh me teatrin në Shqipëri. Vjen keq që keni dëshmu me kuptu. Zoti Rama, një pyetje, pra nuk është vetëm Runi, është lëvizja vetëvendosja, zoti Kurti, pra është hera parë në historinë tonë politike që një kryeministër i Kosovës ka opinion politik për një çështje sikur është një problem i brendshëm në Shqipëri, pra që është çështja e teatrit. Pra, pas zotit Kurti ka reagu edhe zëvendës kryeministri, zoti Haki Abazi. Cila është reagimi juaj për këtë? Pra, si i konsideroni ju këto interferime që dorën zemër nuk janë të parat, sepse edhe ju e keni fillu më herët keni folur për politikën e Kosovës. Në fakt, reagimi i Haki Abazit është shumë i ashpër. Haki Abazi është zëvendës kryeministër në Kosovë. Kush është Haki Abazi një, se njoh. Është zëvendës kryeministër dhe që thot pra kur rrezohet teatri për interes të oligarkëve, u shpallet luftë qytetarëve, nimi policë do duhej ta ruanin teatrin, jo të bënin të mundur prishin. Është zëvendës kryeministër i qeverisë Kosovës dhe antari i lëvizjes vetëvendosje, pra i cili e sheh prishin e teatrit, ashtu si sta Ronit, të lidhur me interesat të oligarkëve. Pra, e kuptoni tani se ku ka rënë niveli, dhe faktikisht tani që ju po më thoni këtu që pas ka dalë edhe ky Haki Abazi, që qënë ka dhe zëvendës kryeministër, dhe pas ka bërë një akuzë tillë, unë direkt i kërkoj falje atij djali që është aty, se ai djali thjesht vetëm një përçus i atyre që ja kanë thënë ata që ai përfaqëson. Të kërkoj falje djalë, ti je thjesht viktime paditurisë tënde. Jo, unë jam i informuar prej protestuesve, qytetarëve, artistëve dhe aktivistëve që protestojnë në Tiranë, fare prej zëvendës kryeministrit të Kosovës. Të kërkoj shumë faljes. Jo, kërkoj falje atyne që i ke, po i mbanë burg sonte. A mundet një koment për deklaratën e Haki Abazit, për zëvendës kryeministrit të Tiranës? Ti mos ndërhy djalë, se unë nuk të ndërpreva kur fole. Nëse do mos më ndërhy, mos më përmend. Dhe të kërkoj falje, sepse kur pas ka vajt puna që edhe zëvendës kryeministri i Kosovës akuzon shpif në mënyrë kaq banale, atëherë niveli është poshtë fare.